studio përsëri me Katerinën. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur, përshëndetje të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Ndejoni Gatimit për treguar recetat që ne do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? A ju dhash fjalën që do të bëjmë, meqense juve ma kishit kërkuar dhe sigurisht që unë nuk është se jam shumë edhe mbas këtyre rrjeteve sociale, nuk jam shumë angazhuar me to, ndjes faktikisht, por më së miri ka mundësinë që t'ju përshëndes këtej, t'ju falenderoj këtej dhe duke ju dërguar edhe buzëqeshje dhe ato, si thua, urimet e mia të përzemërta. Më kishit kërkuar që të bënim tas kebab, se si mund të bëhet hapas hapi, dhe pilafi dhe pilaf. Pra janë dy gatime tradicionale që sigurisht tas kebabi shoqërohet me pilaf, por jo vetëm, shoqërohet edhe me pure patate, mund ta shoqërojmë me kështu perime të ziera, mund ta shoqërojmë akoma edhe me patate të skuqura, do me thënë që u pëlqen shumë fëmijëve, pra ka mënyra të ndryshme, por ne duam të dimë mënyrën se si bëhet tas kebabi. Kjo është shumë e rëndësishme, se shumë Anvisa më thonë që trazojmë mielin në fund dhe ja hedhim për t'u lidhur. Është gabimi më i madh dhe ajo që ju e dëmtoni tas kebabin, sepse vjen era e mielit, ikën komplet shija e tas kebabit dhe nuk kemi atë rezultatin e duhur të tas kebabit tradicional që neve gatuanim dhe neve kemi mësuar në bankat e shkollës. Atëre, çfarë do të na duhet? Sigurisht që do të na duhet mish viçi, bëhet me mish viçi kryesisht, por mund të bëhet edhe me mish dashi, do me thënë mish jo qëngji të njom, mish dashi, që është më i plot, do me thënë që ka tull për të përgatitur këtë tas kebab, të cilin këtë neve presim nëse marrim të gatshëm, do me thënë edhe kërkojmë atje që ta presin në drejtim të kundër të fijeve dhe në kubik të vegjël, ose e presin vetë në shtëpiat tona, marrim mish edhe e presin vetë, ose dhe e marim, do me thënë, e kërkojmë të kasapi mish që është enkas për tas kebab. Atëre përveç se mishi, do të na duhen qep, të cilat 2 qep mesatare themun, këto të cilat i kemi të prera në drejtim të kundër, do me thënë në gjysmë rrethi. Nuk është e thënë që të bëhet në pjesë të vogla kështu, sepse kur bëhet në gjysmë rrethi ka vërdiset më shpejt, zbutet më shpejt qepa, neve duam që qepa të shkrijë gjatë zjerjes, nuk e duam që të qëndroj. Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Çfarë do të na duhet tjetër? Për këtë, nëse do të kemi 1 kilogram, do të na duhet edhe një lugë të supës miell. Është e mjaftueshme, nuk ka nevojë për më tepër. Do të na duhet, nëse do të kemi salcë, do të na duhet gjysmë lugë salcë nga luga e supës. Nëse do të kemi pure domate, do të shtojmë 1 lugë të plot pure domate. Ka tjetër, si thua, përbërje salca dhe tjetër përbërje ka purea e domates. Nuk ka, tas kebabi nuk do shumë salcë brenda, do aq sa të japi atë shijen. Një gjethe dafine, kripi piper dhe gjysmë gote verë, është e mjaftueshme. Ka dhe njerëz që nuk e përdorin verën dhe nëse nuk doni që ta përdorni, nuk ka problem, po sigurisht që jep edhe shije, por bën dhe zbutjen më shumë të mishit. Vera ka 2 veti, edhe shije, edhe mishin e zbut akoma edhe më shumë. Për më tepër që për ata që shpesh kanë merak për konsumimin e verës, meqense gatimet do hanë nga gjithë familja edhe nga fëmijët, këtë merak nuk duhet ta kenë, sepse alkooli avullon totalisht gjatë kohës së gatimit. Ja, kjo është tani të tregojmë mënyrën se si bëhet, do me thënë që të avulloj alkooli dhe të tregojmë kur hidhet mielli dhe ka shumë, do me thënë kjo sekretet të vogla, po që bëjnë ndryshimin e madh. Absolutisht, dhe një ndër sekretet e gatimit janë produktet ushqimore që ju zgjidhni për të gatuar në familjet tuaja. Dhe tas kebabi do të nisë pikërisht me kavartisjen e mishit dhe qepës, dhe ne kemi zgjedhur vaj më të mirë të farave të ledjellit që ju gjeni në treg dhe është vaj gold nga kompania Teuta. Sigurisht, jo vetëm vajin, por edhe shumë produkte të tjera dhe meqense sot do të përgatisim pikërisht tas kebab edhe pilaf, edhe orizi duhet jetë ai duhuri që pilafit ju dali i shkrifët, i shishëm dhe ashtu si që kjo recet tradicionale e do. Dhe sigurisht që nëse nuk doni të bëni një pilaf tradicional, po doni të bëni risotto, apo doni të përdorni orizin edhe për gatime të tjera, kompania Teuta, familja jonë e madhe, vjen me variante të ndryshme të orizit në ato paketime që ju i pat. Unë të doja, meqense kam pak sekonda kohë nga Kati, se e shoh që kur është duke skuqur i duhet pak kohë të marrë temperaturën e duhur, po fitoj nga ky minutash për të përmendur edhe
disa bashkëpunëtorë të tjerë të rëndësishëm në gatimet tona që i shtojnë vlerë kësaj kuzhine, na japin ide dhe na japin siguri dhe shumë shije në gjithçka që ne përgatisim edhe shijojmë në këtë studio. Dhe është pikërisht kompania Klas me Mielin Ola, një bashkëpunëtor shumë i gjatë në kohë i Vila 24. Në ekran ju po shikoni disa formate të ndryshme të miellit që jam e sigurt që i njihni dhe i shihni çdo ditë në marketin tuaj të preferuar dhe i keni pjesë të rafteve tuaja të kuzhinës, ashtu sikurse bëjmë edhe ne në studio. Sigurisht do doja të përmendja edhe vezën Novital, veza e jetës, me një cilësi maksimale, me paketime nga më të vogla deri të mëdhat, me vezën e bardhë apo vezën e kuqe sipas shijes dhe preferencës suaj, dhe me super vlera ushqyese në organizmin ton. Dhe ajo që unë kam e qef ta përmend, me qenë se është ende mëngjes dhe mëngjesi dhe darka përgjithsisht janë vaktet që vështirë të zgjedhim çfarë të konsumojmë dhe duam her pas here edhe zgjidhje të shpejta, ndaj vudi janë salçiçet që duhet jenë gjithmonë në frigorifer, me një panina ashtu, një sanduiç të shpejt, një hot dog, edhe mund të përgatisni dhe një panine për t'ia dhënë fëmijëve me vete në shkollë që të mos hanë gjëra nga jashtë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Le tani te Kati e gjithë vëmendja. Atëherë, si shtam të dashur Anvisa, fillojmë fillimisht me hedhjen e qepës edhe të mishit, njëkohësisht, dhe vazhdon kavërdisja sa ajo të zbutet, të ndryshojë ngjyrë mishi, qepa të na ndryshojë, domethënë të zbutet. Dhe më mbrapa këtu do të shtojmë krip edhe piper. Fillimisht nuk kemi hedhur as krip dhe as piper. Në momentin e parë duam sa mishi të ndryshojë ngjyrë, nuk do të shtojmë asnjë gjë. Pastaj do të shtojmë krip dhe piper. Sa shikojmë që mishi të bëj atë koren sipërfaqësore, them unë. Po. Dhe keni thënë pse nuk duhet të hedhur kripa, sepse nëse nuk do hedhim neve krip që në momentin e parë, mishi do të na thahet, domethënë do lëshoj lëngjet dhe do të zbutet dhe do të thahet në brendësi dhe nuk do të ketë atë shijen që do të ketë nëse do ta bëjmë kështu se si veprojmë neve tani në këtë moment. Okej. Ja. E shikoni në këtë moment, domethënë ka filluar, lëngëzohet, fillon që tuash të përthith ato lëngjet e veta, domethënë të qepës edhe të vaj me mishin, dhe jemi në momentin tani që do të rregullojmë me krip edhe me piper. Por sigurisht që edhe kripa do të hidhet gjysma e sasisë së kripës në fillim fare. Do të hedhim edhe një, si thuash, spërkatje me krip. Vazhdojmë domethënë që ta kavërdisim. Dhe radha me njerë është që ta shuajmë me verë të bardhë. Nëse verë faktikisht me qenë se është edhe salsa, nuk ka problem që mund të përdorni edhe një verë të kuqe, po në roze, jo fare, domethënë nuk do të më pëlqente të ishte kuqe plotësisht, ose për ata që nuk duan ta përdorin verën, mos e hidhni, por momenti që duhet hidhet vera është tani. Okej. E shikojmë që ka filluar, domethënë, të ndryshojë ngjyrë, të bëhet të lidhet të salca sadopak dhe e shohim me verë. Tani presim të avullojë alkooli dhe pastaj mbulojmë. Jo, nuk do vi momenti tjetër që do të hedhim mielin. Kavërdiset sa të filloj që të thith ato lëngjet, avulloj alkooli, pastaj do t'hidhet mieli të kavërdiset, më mbrapa do të shtojmë edhe salcën të kavërdisin dhe salcën, dhe në fund fare do të shtojmë ujin edhe gjethen e dafinës. Dhe do ta mbulojmë me kapak dhe do ulim temperaturën e sobës dhe do ta lëmë në temperaturë të sobës. Kjo do që të bëhet një gjellë e mirë dhe e shijshme, të paktën rreth 1 orë. Ju duket shumë ngadalë, domethënë, do shumë ngadalë për t'u përgatitur, sepse nuk domethënë të ngelet me lëngjet e veta. Edhe ujin që do ta hedhim në masë të mishit, nuk do hedhim më tepër. Duam që të ngelet ashtu me ato lëngje që neve hedhim që në fillim fare. Do tretet qepa plotësisht edhe do ngelet ai lëngu i mirë. Tani sigurisht që duhet ta lëm akoma të na avullojë alkooli.
dhe të ngelen ato lëngje që do të bëjnë kavërdisjen e miellit. Do ta lëm për momentin, do të pastroj këtu tani tryezën, do të themi dhe çfarë do të bëjmë tjetër. Okej, po recetat i lexojmë. Po mund t'i lexosh tani lutem. I lexojmë. Shohim pak recetat në ekran. Çfarë do të na duhet për të gatuar pilafin tradicional? 2 filxhan oriz për pilaf, 3 lug vaj, 2 lug gjalp, 4 filxhan ujë të valuar dhe krip. Pra, raporti 1:2 i orizit me ujë, gjalp, vaj dhe krip. Shumë i thjesht duket, ta mendosh, por asnjëherë nuk qëllon, jo të gjitha rinë ta bëjnë si kati. Kështu që do duhet ta shohim të gjithë recetën. Me tas kebabin kemi nisur ne dhe na duhen 500 gram mish, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhra, 1 lug miell, gjys gote verë, 1/2 lug salcë domatesh ose 2 lug pure domatesh, 1 gjethe dafine, 5 lug vaj, krip dhe piper. Kjo është e gjithë receta. Tani, këto specat e kuq në kose hudhra, ne do t'i bëjmë në fund fare. Mbrapa do t'i bëjmë në fund. Një recet që nuk e kemi këtu në tryezë, por i kemi bërë gati për bërësi, do t'i sjellim pas pak në banak për të gatuar këtë recet e cila do 8 spec të kuq, 500 gram kos, 1 boçe hudhër, 1 tuf majdanoz, 1 lug uthull, vaj, krip edhe piper. Dhe kjo është një recet e thjesht që tani me ngrohjen e temperaturave shijon shumë. Gati edhe bëhet shpejt. Është si një fërgesë jo e ngrohtë, me thënë e ftohtë. Kështu që janë shumë të mira, një kombinimi i kalciumit dhe vitaminit C që përmban speci i jep edhe shi, jep edhe vlera ushqimore, është një ushqim i shëndetshëm dhe një ushqim që është shumë i freskët për tryezat tona familjare tani në sezon që nga pranvera deri në fund të verës, sepse kosi është ai që të jep freskinë, vitaminat i marrim nga pjesa e specave, atë ëmbëlsinë, ka domethënë shijen e ëmbël dhe të thartë të kosit. Plus edhe hudhrën pastaj që do të shtojmë brenda, pak uthull, vaj ulliri, atë majdanozin në fund fare, është diçka shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Edhe një recet që do shumë pak minuta për të përgatitur kur të vim te ky moment, sepse tani duhet fokusohemi ende tek tas kebabi, i cili, siç kuptuam që në fillim, ka nevojë për një kohë të gjatë gatimi dhe do pak vëmendje në fillim. Tani është momenti, sigurisht që alkooli ka avulluar, aq një 5 minutë çdo që të avullojë alkooli edhe të na ngelet ajo shija e verës, nëse duhet t'ju them diçka, sepse dhe unë e kam hasur këtë gjë, nëse e hidhni, domethënë direkt, qoftë ujë, qoftë edhe këto produktet e tjera, tek në momentin që keni hedhur verën, dijeni se do t'ju vijë një shije e hidhur. Pra duhet lënë ajo vera. Që të avullojë alkooli, që të na lejë atë shijen e ëmbël të mirë të verës. Në rast të kundërt do të keni shijen jo të mirë. Tani është momenti që do të hedhim. Momenti më i rëndësishëm i tas kebabit, mielin. Tani mielli, edhe kjo ka shumë rëndësi. Nëse se keni këtë, domethënë që ta hidhni kështu se kjo do hedhur në këtë mënyrë, të spërkatet, jo të hidhet në një vend, do të spërkatet mishi kështu me pjesën e miellit. Në këtë mënyrë. Nëse nuk e bëni dot me lugën ta spërkasni, mund të merrni një sit, të hidhni mielin dhe ta sisni, ta pudrosni, sticni. Se s'po ma thoshte goja. Edhe pasi e hedhi mielin, ja bëhet kjo tani kavërdisja e miellit. Edhe këtu duam kujdes tani të kavërdiset mielli, që të iki aroma e miellit, të na ngelet shija e miellit, edhe mielli bën dhe atë pjesën tjetër lidhse tek mishi, me të lidh salsën. Në ekran keni recetën, ndërkohë e cila her pas here na kujton përbërësit që ju duhen për përgatitjen e kësaj recete, kështu që mjafton që t'i mbani shënim, ose siç keni telefonin në dorë, bëjni një fotografi recetës, edhe nëse harroni procesin e punës ose radhën e gatimit, pak minuta më vonë në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 dhe Villa 24, do të gjeni edhe videon e plot, ku do të dëgjoni edhe katin nga fillimi se si e shpjegon, e derisa ne ta përfundojmë të gjithë këtë recet. Mbasi kemi kavërdisur mielin, që duhet domethënë e shikoni mielin që është kavërdisur, sepse
paka shumë është bërë si një salcë mise dhe ka filluar që të ngjisë në fund të tenxheres. Dhe atje kuptojmë që është momenti që të shtojmë tani salcën ose pure domate. Thamë që nëse do të kemi salcë, do të edhim gjysmën, do me thënë e një lugës së supës. Nëse do të kemi pure domate, do të edhim 1 deri në 1,2 lugë pure domate. Hapim një pjesë këtu, që për të ndihmuar për të bërë, do me thënë, më mirë kavërdisjen e salcës, sepse edhe kjo ka një rëndësi të madhe, në momentin që hedhim salcën, duhet me patjetër ta kavërdisim që të iki përsëri era e salcës. Pra janë 2 momente kritike të gjellës së tasjebapit, do me thënë është mielli, është edhe salca. Tani për punën e verës, nëse doni e shtoni, nëse s'doni, po këto të dyja njerë janë kryesoret në tasjebap dhe mënyra e të hedhurit dhe mënyra e të kavërdisurit është shumë e rëndësishme për të arritur atë rezultatin e duhur. E trazojmë kështu, tani sipas dëshirës këtu përdorin edhe fara speci djegës. Nëse duan pikante, po. Ka vende do me thënë që e përdorin. Nëse nuk e doni, mund të lëni me këto shihet. Ja, e shkon tani kemi vendosur salcën edhe ajo filloi që të lidhet. Tani bëjmë edhe atë përzierjen e fundit, ndërkohë në krah të kuzhinës tonë kemi vendosur një tenxhere me ujë të ngrohtë, doni të keni lëng mishi për të dhënë një ekstra shije, sigurisht që mund të përdorni, doni të shtoni, do me thënë, në një mix erzash, shijen e mix erzave, mund ta përdorni. Doni ujë thjesht siç e kam dhe unë tani për momentin, nëse keni një, do me thënë, mish rreth 1 kilogram, nuk ka nevojë të shtoni, është mjaftueshëm. Lëshon mjaftueshëm aromat edhe të shijoni atë shijen e mishit të mirë. Gjithmonë mundoni të gjani mish cilësor për të bërë një gatim të mirë. Shiko tani se si filloi të lidhet salsa. Ja. Qepët fillojnë të humbasin brenda në brendësi. Gjithë puna është e kavërdisja. Dhe ato mënyra se si neve i hodhëm hap pas hapi të gjitha produktet që do të na duheshin për të përgatitur këtë tasjebap. Kati, atëherë do shtojmë edhe ujin dhe pastaj do ta mbulojmë, do ulim temperaturën dhe do ta lëmë që të bëhet. Shumë mirë, sepse po shkojmë drejt e kuptove besoj për fundimit të pjesës së parë. Ja kaq që ujë do. Nuk do ujë më tepër, është e mjaftueshme. Nuk bëjmë mish me lëng, bëjmë tasjebap. Tasjebapi e do lëngun, do me thënë ujin, e do në mas të mishit, jo më tepër. Dhe që të bëhet dhe të ngelet me lëngjet e veta, duhet ulim temperaturën. Dhe do ta mbulojmë tani? Po, patjetër. Më në fund e gjeta, se çfarë më doli ujë mbuluara. Jo. Nuk mirë. Bëjmë pak pushim tani? Patjetër. Shkojmë në publicitet, i lëm kohën e dur gatimit, kemi për të bërë të tjera gjëra. Kështu që ne ju presim në kuzhinë si gjithmonë me shumë dëshirë për të vazhduar pjesën e dytë të këndit të gatimit. Ju vetëm qëndroni me ne. Erdhëm tek ju me një herë për të vazhduar me punën dhe me ritëm madje se kemi goxha gjëra për të përfunduar. Apo tasjebapin ne kemi vënë përpara? E kemi vënë përpara, e kemi ulur domethënë temperaturën dhe e lam të bëjë në temperaturë të ulët, madje jo në mesatare, po më mirë në temperaturë të ulët rreth 1 orë dhe do ta keni gati. Gjithmonë në gatimet që zgjasin shumë kohë dhe janë në temperaturë të ulët bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme sepse ngelen të gjitha lëngjet e tyre ushqyese në brendësi, domethënë nuk dalin, nuk avullojnë. Bëhet më të mira akoma se dhe tenxhere e presionit, sepse tenxhere e presionit, nëse keni vënë re, kur shfryn, e nxjerr gjithë atë shijen, mbushet shtëpia me shije dhe aromë, por ama në gatim nuk është se ka atë shijen e mirë se sa do ta bëni kështu. Është për shpejtësi domethënë, po. Jo se ka atë shijen që prandaj themi neve gjyshet e nëna tona e zënin në atë gatimin në mëngjes edhe në drek ishte përfunduar, sepse e lëni të bëjë avash. Do thuash, ka raste që do ta bëjmë edhe shpejt. Ka gatime që bëhen për 10, për 15 minuta, po ka dhe gatime që duan të zgjasim kohën. Atëherë, siç e shikoni, ne kemi vënë specat tona, i kemi gati, kemi lartë. Do merrem me specat apo me pilafin? Jo, do fillojmë me pilafin, që të vëmë pilafin përpara dhe në kohën pastaj që të bëhet pilafi, përgatisim edhe specat. Ja, se si organizohet Katerina. Tani
për punën e pilafit, të themi edhe për pilafin, sigurisht do t'ishte mirë që të kemi një tenxhere me fund të thellë, edhe një tenxhere që nuk ngjit faktikisht, është më e mirë për të përgatitur pilafin. Dhe si veprohet, fillimisht do të hedhim edhe vaj edhe gjalp. Nëse nuk keni të dyja, nuk ka problem, por që jo vetëm gjalp, duhet edhe njëra edhe tjetra që të bëhet më i shkrifët pilafi dhe më i shishëm dhe më i mirë. Ose në rast të kundër, nëse s'keni gjalp, bëjni vetëm me vaj. Do të hedhë vajin, dhe jo me vaj ulliri. Vaj ulliri nuk hedhim kur bëhet pilafi brënda. Nëse doni, mund të hidhni në momentin e fundit kur ka filluar të bëj ato burzë. Atëherë mund të hidhni pak, nëse s'keni gjalp, mund të shtoni pak vaj ulliri. Ja dhe një tjetër zgjidhje në moment që nuk keni gjalp. Tani do të hedhim edhe gjalpin. E lëm që të shkri, do me thënë, gjalpi, të marri temperatur vaj, dhe pasaj do t'i hidhet orizi. Orizin tani e masim, kemi vendosur këtu 4 filxhan ujë dhe do t'hedhim 2 filxhan oriz. Jo me 2 raporte. Tani, për pjesën e orizit, kemi oriz të ndryshëm, do me thënë, një lloj orizi është edhe ky. Ka orizrat të ndryshme që janë me cilësit të ndryshme. Edhe një oriz të thjesht, që është enkas, do me thëmë, për pilaf, nuk ka problem, por duhet që tjetë për pilaf, ose për përdorim të përgjithshëm. Ai është orizi që mund të bëjmë edhe pilaf. Por nëse ndodhë ndonjëherë që nuk e kemi, dhe kemi një oriz që është për sup, dhe nuk kemi dhe duam që të bëjmë pilaf, ç'është e vërteta, ajo nuk bëhet, do me thënë, si cilësi. Ndaj ndonjëherë nuk na del pilafi ashtu siç duam, sepse nuk është orizi bëjmë një dur. zgjidhje duke shtuar një dorë makarona në kavërdisjen e pilafit, edhe ai nuk e lë të qulloset pilafi. Kështu që ato makaronat fide ndihmojnë, do me thënë, që pilafi të mos... Interesante. Do të them që ka zgjidhje. Edhe kur shkrin gjalpi, edhe nxjerr atë aromën e mirë, atëherë kemi edhe atë, si thua, pilafin e mirë, sepse i jep aromë gjalpi. Dhe fillon kavërdisja. Fillon kavërdisja, ku më mbrapa pastaj shtojmë edhe krip. Do shtojmë krip edhe brenda tek orizi. E ndjen aromën e gjalpit. E ndjej. Ajo është që e bën të mirë pilafin. Dhe duhet me do e mos që të kemi ujë të valuar. Uji duhet i valuar që të hidhe, do me thënë, brenda tek pilafi. Do t'a lëm të kavërdiset, do t'i shtojmë krip. Tani për pilafin dhe këtu mund të përdorni një lëngë mishi, por kur keni për shembull që doni ta shoqëroni me tasjebab, doni ta shoqëroni me kos, nuk ka nevojë që të shtojmë lëngë mishi e këto gjëra. Bëheni kështu të thjesht të bardhë, themi neve pas, thjesht me shijen e ujit, kur doni ta shoqëroni me kos, kur doni ta shoqëroni me tasjebab, e kemi atë shijen e tasjebabit. E kemi mishin në krahun tjetër. Do me thënë, ajsat, do me thënë, pa shtuar në gjë të tjera. Të thjesht, pra thjesht të skuqur me gjalp, me vaj, me krip, me piper dhe të gatuar me ujë. Varianti më i thjeshtë i pilafit. Të ketë aromën dhe shijen e gjalpit. Nuk duam, me thënë, që të shkojmë më tutje. Nuk i bëjmë të gjitha me lëngë mishi, nuk do i bëjmë gjitha me lëngë perimesh. Do bëjmë edhe diçka që t'jetë më me finec, për shembull, për ta shoqëruar me një kos, se kështu konsumohet më mirë. Pastaj për mënyrën e pilafeve kemi të ndryshme, kemi lloje të ndryshme sipas dhe orizrave që përdorim. Kemi pilaf që bëhet me oriz të zier. Ja, ne këtu kemi arborion, karnarolin edhe parboil. Ky është gjysmë i ziera që përgatitet më thjesht, dallohet edhe në ngjyrë. Shikoni që ndryshimi ka, do thoni unë çfarë ndryshimi ka orizi nga orizi, që në ngjyrë ja e kuptoni që keni të bëni një variant tjetër orizi dhe në formë kokre. Pra është një kokër më rrumbullakët, është një oriz kokër gjatë këtu. Të shoh pak shpejt, kjo është receta. Që është gjysmë i gatuar i ky është. Po ku i ka informacionet e sakta, unë nuk e gjej tani. Po, jo, ai është oriz gjysmë i gatuar. Okej. Është një mënyrë e përpunimit të orizit të përftuar që nga emri që mbart pjesërisht i zier.
Pra vetë emri jo, rizit në shqip do të përkthejt pjesërisht i zjerë. Pra gatuhet më shpejt dhe ka edhe receta të sugjeruara nga shefi. Kam thënë në çdo paketim të çfarë do lloj produkti të utës, gjeni edhe receta që mund të përshtasni llojet e orizit që ju do të zgjidhni. Pra, u bë, u skuq. Ka filluar do me thënë të skuqet, kur shikojmë do me thënë janë të njëjta burza që dalin në momentin që zihet. Kjo është do me thënë. Ndërsa neve e bënim kështu do me thënë, kur e kapnim kështu me dorë dhe na dikte, na përvlonte se duronte do të mozat e gishtave, atëherë themi që orizi është bërë gati, do me thënë për të shtuar ujin. Tanin edhe uji na erdhi në moment neve, sepse atë po prisja dhe unë që të më bëj uji gati, të vlonte. E ul pak temperaturën që mos më shpërthej do me thënë nga uji nxehtë. Dhe edhim në mënyrë graduale fillimisht që mos të na... Edhe është ajo tani shkojmë në temperaturë mesatare, e fikim të ujit. E do ta mam të gjithë masën. Veprimi tjetër kryesor, e rregullojmë për punë e kripës, unë e di do me thënë sa kam hedhë në fillim fare, po shtoj edhe këtë pjesë dhe jemi në rregull. Tjetra që duhet bërë tani është përzierja e fundit. Po, dhe nuk do të preket më. Jo, tani është në një temperaturë mesatare, jo të ullët, në temperaturë mesatare dhe lëm që të zi, sa do të shikojmë që ajo të kryoj ato bulzat në krye dhe themi që është bërë gati. Fikim sobën, do të vendosim një pecet guzhine dhe do të lëm të qetësoj. Do të tregojmë më mbrapa. Po. Dhe këtë pilafin ne do të shoqërojmë sot me një tas kebab dhe këto specat me kos, pse jo, mund të jenë edhe kështu si mesore tavolina. Bëhet shumë do kombinoheshin mirë me njëra tjetrën, e dim që pilafi me kosin shkon, pra përveç se me mishin po e po pastaj, ndaj ne kemi të dyja sot dhe ju mund të zgjidhni se cilën prej të dyjave mund të gatuani, pse jo, mund të bëni të gjitha në fundjavë, meqense do të keni atë drekën tuaj festive dhe mund të keni edhe disa pjata më shumë. Edhe hedhim një pjesë të kësaj këtu. Tani këtu kemi vetëm kosë, nuk kemi asgjë tjetër. Jo, vetëm kosë. Kosë do të hedhim edhe hudhrat. Po doni në rende, po doni bëjnë edhe në fetza kështu. Si të doni, sepse kjo lloje, si thua, fërgesë e ftohtë, zgjatë rreth një javë mund ta mbani në frigorifer. Po nuk është fërgesë që mund të mbaj me kohë të gjatë. Por gjerë në javë është mjaftueshme. Pra, kos, hudra, majdanoz. Apo majdanoz kopër. Majdanoz ishë një 2 fije kopër, por nuk e dëmton, nuk i bën gjë. Por majdanoz kryesisht. Okej. Hedhim këtë këtu. Do të shtojmë vaj. Okej. Kripën e kemi dikuar të Janila. Nga krau tjetër. Ti hedhim edhe pak në fakt se e do pak krip. Heshtje tani. Heshtje, sepse... Shkoni me kësini aromërave këtu në kuzhinë, këte vjen aroma i gjalpit të pilafit, tani ndjen hudrat. Shiko tani se si bëhet kjo, dhe me thënë shiko. Ka filluar të lidhet, të shumë tani do të... Nuk duhet duhet tjetë në ngjyrë të kafe të bukur, jo e kuqe. Jo e kuqe, jo, nuk është mish me lëng. Në mishin me lëng dominon e kuqja, këtu jo. Tani këto specat, rritëm bëjmë këtë. Ti bëjmë kështu në rraf faktikisht. Juve bëni të gjitha faktikisht, nuk është se ashtu, po unë thjesht tani këto. Edhe nëse bie ndonjë farës brenda, juve do t'i shkuni, nuk është mirë që të ashtu, po, edhe po të bie nuk ka ndonjë problem të madh. Veç se ata që kanë probleme me shëndetin faktikisht, që kanë probleme me stomakun,
I shmangin. Ti shmangin sepse i dëmton. Këto në momentin që do qëndrojmë brenda te kosi, do piqen. Ja bëjmë dhe një neve dhe jemi në rregull. Sa duhet të qëndrojnë në kost para se të konsumohen? I bëjmë sot, i kemi gati për të nesërmen. Pra duhet të qëndrojnë një ditë, Po, një ditë të paktën po. Të nesërmen ato do të jenë të zbutura, si të gatuara. Të gatuara. Nga kosti, nga aciditeti i kostit dhe i hudrave bashk. Tani bëjmë një shtres me kos. Ta hedhim këtu. Kos me hudhra dhe me majdanoz brenda dhe me vaj ulliri. Është shumë i shishëm. Vetë si kos. Plus që dhe këto tani Do të japin shijen e vet patjetër. shumë shije japin. Bëjnë të shishme faktikisht. Anila. Po jam këtu. Mirë. Ja hedhim edhe këtë pjesën këtu. Okej, ju do t'i përgatisni në një tas me kapak. Me kapak që t'i vendosin në frigorifer, nëse s'keni kapak, do të vendosin një membran kuzhine për të vendosur në frigorifer. Të ruajmë edhe frigoriferin nga aromërat. Mos shpëndajnë aromat në frigorifer. I dinam visat këto gjëra. Po mirë. Për ata që ndoshta po Për të gatuajnë rinj. për herë të parë, ka dhe të rinj, patjetër që kanë nevojë t'i kujtojmë disa këshilla të vogla. Ja kështu. Pjesa e fundit e kostit do të mbuloj Speca. edhe specat. Do t'i hedhim në fund fare edhe. Haruam këtu te kosi, kemi shtuar edhe një lug uthull. E hodhëm e kishim tek ajo ena e vogël. E do dhe uthullën. Po, e do një lug uthull, sepse jep shije. Tani në fund do t'i hedhim edhe pak vaj ulliri. I heqim Kemi këto. aty. Okej. Pra, në një enë kemi përgatitur së bashku kos, hudra, vaj ulliri, krip dhe majdanoz. E prem specat e kuq në feta, në rraf. Në rraf. Shtruam në pjesën e parë të tasit një gjysmën e kostit, më pas vendosëm rrafët e specave, i mbuluam sipër edhe me pjesën tjetër të kostit që mbeti, majdanoz, disa kokra piperit të kuq, dhe në ka dalë si ai rrethi i Krishtlindjeve që vendoset e dera. Ta mama shtungjan, po si kurora, se s'po më vinte emri, a ngjan ashtu vërtet? Ja, fare thjesht është bërë, do duhet ta lini në frigorifer për disa oradhasi, pra bëheni në mbrëmje dhe e keni gati për të nesërmen për drek. Ndërkohë, tjetër gjë që po bëjmë sot është tas kebampi, që besoj është drejt përfundimit, dhe pilafi gjithashtu. Ndaj të gjitha recetat ne i shfaqim edhe një herë në ekran tani për t'i lexuar për të gjithë ju që nuk na keni parë nga fillimi. Pilaf tradicional, na janë dashur 2 filxhan oriz për pilaf, 3 lug vaj, 2 lug gjallë, 4 filxhan ujë të valuar dhe krip. Pra, pilafi vazhdon të mbetet një recetë shumë e thjeshtë në përgatitje, diferencën e bën lloji i orizit që ne zgjedhim ta përgatisim atë. Tas kebab tradicional na duhen 500 gram mish viçi, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhra, 1 lug miell, gjys gote verë, kjo sipas dëshirës, pra duam ja hedhim, duam s'ja hedhim, megjithatë për të marrë atë shijen e duhur tas kebapit do ta donte, gjysmë lugë salt domatesh ose 2 lug pure domatesh, 1 gjethe dafine, 5 lug vaj, krip dhe piper. Speca të kuq në kos e hudhra, 8 speca të kuq, pak më shumë, varet për sa persona do të ta përgatisni këtë pjatë, 500 gram kos, 1 boxhe hudhër, 1 tuf majdanoz, 1 lug uthull, vaj, krip edhe piper. Ne sa po e përgatitëm këtë pjatë, kështu që nuk është e nevojshme t'ja u kujtojmë edhe një herë se si ishte përgatitja e saj. Bëm pjesë të këto pjatat e ftohta që mund t'jetë një mesore, mund t'jetë një sallate freskët për të konsumuar pse jo në mbrëmje, nëse nuk keni përgatitur diçka apo doni të konsumoni diçka të lehtë, sepse kosi është i lehtë. Okej, ka hudhra, ndoshta
jo të gjithi preferojnë hudrat në mbrëmje, po zgjidheni vetë. Kjo ishte receta edhe ideja. Kati ç'po bën tani? Ja, të servirim pak këtu, të kebab në pjatë ashtu siç e servirin në mënyrë tradicionale. Kështu si në shtëpi. Sa të përfundoj edhe pilaf, ta hedhim domethënë në një endë, të hedhim dhe pak ta kebab lart. Okej. Dhe ashtu dhe në këtë, domethënë bëhet në 2 mënyra. Ndërkohë, si thamë, të njëjtën receta kebabi mund të zgjidhni ta gatuani dhe ta shoqëroni edhe me patate të skuqura, me patate furre, me çfarë do të shkonte tjetër Kati, se ti je shefja këtu? Sa me pure? Me pure, po. Me pure shkon shumë e vërtet. Jashtëzakonisht shumë shkon me pure. Edhe dim që nuk hedhim shumë ta kebab. Po, shoqërues, është po, për të shtuar nga aq është masa e ta kebabit, ta heqim diku këtu tani. Me thënë që kemi shiko, ka ngelur me lëngjet e veta. Edhe këtë për masën, se ne nuk kemi bërë 1 kilogram mish, që është e vërteta, kemi bërë më pak. Dhe tani për masën që kemi, do të pajmë tani për të bërë edhe atë e heqim, s'ka nevojë të qëndrojmë më. Të shohim dhe pilafin tani. Do të hedhim një sy edhe tek pilafi për parë nëse është gati, që pilafi dallohet nga bulzat. Po, i duhet dhe pakës. Do dhe pakës që është e vërteta. Shikojeni tani si që është bërë pilafi kështu, kur ka filluar që ka krijuar të bulzat në sipërfaqe. E fikim sobën pastaj, pasi shohim domethënë që nuk ka më lëngje, ka thjesht këto bulzat. E fikim dhe vendosim një pecet. Ta tregojmë domethënë mënyrën se si mund të vendosim. Edhe një pecet kuzhine. Pra, e ambullohet kështu me një pecet kuzhine, e lëm të qëndroj, duhet të qëndroj me patjetër të pushoj pilafi për një 10 minutë, dhe pastaj do ta kemi gati për ta servirur. Mënyra e servirurit thamë që kur e kemi këtë pilafin e bardhë, mund ta bëjmë me kosë, mund ta servirim me ta kebab, me çfarë mund ta bëjmë tjetër? Zakonisht neve pilafin me kosë, kur e kemi të bardhë me pilaf dhe me kosë, e kemi domethënë është ajo më origjinalja dhe me ta kebab. Po sigurisht, nuk diskutohet, ato janë të tjera gjëra pastaj më mbrapa, por ja, që shikoni tani është në momentin që ka krijuar ato bulzat përfundimtare, që do të thotë duhet fikur soba. Okej. Neve nuk do presim që ta lëm të qetësohet e të ashtu, do ta servirim. Dhe ne kemi 1 minutë e gjysmë kohë fiks për të servir edhe pilafin, që po i marrim pak kohë qëndrimit mbuluar me pecet, po. Anila. Rëndësika që i mbaruam. Edhe ta servirim dhe treja. Do të shkonin shumë të gjitha me njëra tjetrën këto që kemi bërë sot, për ato specat me kosë, me hudra, ta kebabi, do vi dhe pilafi këtu. Edhe do bëjmë një pjatë të plot. Një drek të plot, një vak të plot, se pjatat plot i kemi. Edhe shikojmë këtë shkrifërimin. Shkrifërimi tani do të bëhet edhe më shumë në momentin që do ta lëm të qëndroj. Atëre ndahet, domethënë, edhe më shumë. Thithen këto lëngjet. Edhe janë më të shkrifta. Përfundimisht edhe bëhet më e shkrifët, por dhe akoma, dhe në momentin që neve nuk e kemi ashtu, dhe kemi përdorur atë orizin që është për çdo lloj përdorimi, përsëri kemi një pilaf shumë të mirë. Shumë të mirë kemi, në fakt, dhe duket edhe pjesa e fundit. Na dojgjin që është e vërteta. Më kujdes Kati, se vërtet është e premte, po vjen e hëna shumë shpejt. Si do thoja? Doja të kujtoja pak që gjatë të shtunës dhe të dielës, ne do të jemi me recetat më të mira të javës, pra nëse nuk na ndiqni dot gjatë javës sepse keni ngarkesat tuaja të mëngjesit, në fundjavë mund të rishihni disa prej recetave më të dashura për ju që janë transmetuar gjatë kësaj javës, që kanë qenë kryesisht edhe festive, si tradicionale, ashtu edhe pak më të veçanta. Kemi patur nga të gjitha në fakt, që nga suprat, ëmbëlsirat, sallaturinat dhe receta tradicionale, siç është ajo e sotme pra e pilafit me tas kebab, apo e specave me kos. Kështu që, nëse doni më shumë se sa një ritransmetim fundjave, shkoni në YouTube, në News 24 ose Villa 24, dhe aty keni Katerinën çdo ditë duke ju treguar receta të reja. Ky momenti i fundit është gjithmonë dyshues për Katin. Ta lëm apo mos ta lëm? Edhe ndonjë gjë të kuqe që janë pashkut. Po për shtatja një çik ti shkoj edhe kësaj pjatës me speca të kuqe me kosa, më shumë bukur doli. Ja, kështu.
Jemi në rregull. Si një nusë pashk. Ta lëvizim apo e keni mirë këto? Oke. Si të dua. Ja kështu. Ja ku i keni 1, 2, 3, shikojni edhe ne ikim tani. Ne ikim se i përfunduam. I përfunduam. Shpresoj që Anvisa, faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë. Shpresoj që dhe Anvisat që na ndoqën të kenë marrë sa do pak mësime për këto 2 reseta tradicionale të asjebap dhe pilaf. I falenderoj për kërkesat që juve më bëni, më shkruani gjithmonë dhe unë do t'jem këtu e gatshme për të treguar ato që juve kërkoni. Ju falenderoj, ju dua shumë. Një përqafim nga ana ime. Gëzuar Pashkët, por... Patjetër, duhet uroj, edhe pse është e premte në fakt edhe për besimtarët nuk është dita për të festuar, por ne nuk do të jemi në transmetim gjatë fundjavës, por Pashkët i kemi përmendur gjatë gjithë javës, se sigurisht është një ditë e rëndësishme. Kati, të uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit, Me energji të reja, publicitet kemi tani.